Pas ankesave protestave të shumta nga ana qytetarëve për të mos u shtrenjtuar rryma, zyra e rregullatorit të energjisë elektrike apo ZRE veproi ndryshe. ZRE as nuk i ka marrë për bazë ankesat e konsumatorëve dhe zyrtarisht ka aprovu tarifat e reja të rrymës pas shtrenjtimit të çmimit. Zyra e rregullatorit të energjisë në mbledhjen që e kishin sot, me mëngjes kanë miratu tarifat e reja të energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës, duke vendosur një rritje të çmimit prej 16.1% për periudhën 1 maj e deri me 31 mars të vitit të ardhshëm, pra deri me 2026. Në mbledhjen e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, me 5 vota për dhe asnjë kundër, u miratuan tarifat për shfrytëzimin e rrjetit të transmetimit dhe të tregut, tarifat për shfrytëzimin e rrjetit të shpërndarjes dhe tarifat për furnizuesin me shërbim universal. Por çysh do të jetë kjo rritje tash e tutje? Besnik Shabiu, që është edhe njëri nga organizatorët të protestave me mëtën asnjë cent më shumë, ka publikuar në rrjetet sociale se çysh kanë me u dok tarifa tash e tutje. Tarifa e ditës për ata që shpenzojnë 800 kW në muaj, nga 7,79 €, ka me u rrit në 9,05 € për kilowatt. Sa i përket tarifës së natës për ata që shpenzojnë më pak se 800 kW në muaj, nga 3,34 € sa ishte, ka mbërritur në 3,88 € për kilowatt. Për kilowatet e shpenzuar mbi blok tarifën prej 800 kW-sh, nga 13,29 € bëhet 15,43 €, ndërsa ajo e natës nga 6,27 € në 7,28 €. Çmimi i energjisë elektrike për tarifën e lartë është rritur për 128,59% në 4 vitet e fundit, nga 6,75 € në 15,43 € për kilowatt. Tash një shembull, nëse juve ju ka orë rryma 50 € deri më sot, për 16% rritje kam ju orë rryma 58 € në muaj. Nëse të ka orë rryma 85 €, tash me rritje të çmimit prej një muaje me 16% rritje të vjen 98,6 €. E nëse të ka orë rryma me pagu 100 € deri tash, prej mujit të ardhshëm duhet me pagu 116 €, e kështu me radhë. Që prej fillimit kur u përfol për rritje të çmimit të energjisë elektrike, ka pasur ankesa të shumta nga ana qytetarëve që vuajnë këtë më shumte, duke e ditë standardin e jetesës. Me shrejtimin e energjisë elektrike vijnë edhe ngritje të tjera të çmimeve, të produkteve bazë apo esenciale, e ku njëra prej tyre është edhe buka. E për vendimin e ZRE-s që me u rrit çmimi i energjisë elektrike, nga iniciativa qytetare asnjë cent më shumë u marrën edhe rrugë ligjore, pasi u ngrit edhe padi e cila u dorëzu në gjykatë këtë javë. Nga iniciativa në fjalë deri tash mbojnë 2 protesta, e ku e radha do të jetë këtë të shtunë me 19 prill në sheshin Skënderbeu në Prishtinë.